Episodi i sotëm i serialit Qyteti i Largët nis me skena që shpërthejnë në një moment dramatik, të mbushur me tension dhe britma. Gian, i tronditur dhe i pushtuar nga zemërimi, kërkon me ngulm të vërtetën për vdekjen e Boranit. Ai vërtet pa pushim, duke kërkuar që më në fund të thuhet emri i atij që dha urdhër për vrasjen. Pas personit dhe përballjes së fortë, dele e vërteta. Urdhrin për vrasjen e Boranit e ka dhënë Adimi. Në atë çast të gjithë mbeten të shtangur, Shahin, mes dhimbjes dhe lehtësimit, shpërthen duke thënë se babai i tij nuk është vrasësi. Barra e rënd që rëndonte mbi familjen e tij bie. Por menjëherë, zvendësohet nga një zemërim i pakontrollueshëm. Kaja betohet se do të marrë hakun dhe se Nadimi do të përballet me pasojat e gjakut që ka derdhur. I pushtuar nga adrenalina, Kaja niset me vrull për ta ndjekur. Situata bëhet kaotike, të gjithë vrapojnë pas tij, duke u përpjekur ta ndalojnë. Pas të vërtetës që ata zbuluan, Shahin telefonon menjëherë nënën e tij, Fidanin. Alo nën, e vërteta sapo doli. U tha se urdhrin për vrasjen e Boranit e dha Nadimi. Të gjithë kishin akuzuar baban, duke e quajtur atë vrasës, por tani e kuptuan gabimin. Barrën e rënd që mbante babai e mori vërtetësia në dritë. Shahin i tregon kështu nënës së tij, i tronditur dhe i lehtësuar, duke i sqaruar se krimin e Boranit e kreu Nadimi dhe jo babai i tij. Në atë moment ndjenjat e padrejtësisë lirohet pak, por zemërimi dhe dhimbja për vrasjen mbeten të pranishme, duke vendosur themelin për akmarrjen që pritet të vijë. Në këtë skenë është Sadakat, e cila është në gjendje shoku dhe tërbimi pasi mëson se vrasi Boranit nuk është Exmeli, por Nadimi. Ajo i drejtohet Kajës me zë që i dridhet nga emocionet dhe i kërkon ta konfirmojë të vërtetën. Kur Kaja ja pohon, zemërimi i saj shpërthen, ajo mallkon Nadimin dhe kërkon që ai të vuajë, të torturohet, të paguajë me dhimbje për atë që i ka bërë djalit të saj. Kaja e telefonon dhe i thot se po shkon drejt Nadimit. Sadakat në vend që ta ndaloj, e nxit edhe më shumë, duke i kërkuar që të mos ta vrasë lehtë, por që ta bëj të vuajë. Ajo është e verbuar nga dhimbja e humbjes së Boranit, për të, drejtësia është kthyer në akmarrje. Në are përpiqet të ndaloj Sadakatin, i thot se po flet gjëra të rënda, por ajo nuk dëgjon. Për të ekziston vetëm një e vërtet, ai më vrau djalin. Ajo niset e tërbuar, e gatshme të përballet me gjithçka. Nga ana tjetër, Demir duke e dëgjuar se babai i tij është vrasi i Boranit, ai përballet me këtë të fundit. Por Nadim vërtet i dëshpëruar se është i pafajshëm, ai përpiqet të bindë djalin se nuk e ka vrarë Boranin, gjithçka është një kurth. Sipas tij, po e ndjekin dhe po e përdorin si kokë turku. Duke parë që Nadim po largohet, Kaja i bie nga pas. Gjan po e kërkon me ankth Kajën, zëri i tij është i ashpër, i shqetësuar, por edhe autoritar. Ai e di që Kaja është në gjendje të bëjë një gabim të madh nga zemërimi. E paralajmëron qartë të mos e prek personin që po ndjek. Madje e kërcënon se do t'i thyej këmbët nëse bën ndonjë marrëzim. Nuk është thjesht zemërim, është frikë se mos situata del jashtë kontrollit. Nga ana tjetër, Kaja është i përfshirë nga inati dhe dëshira për ta kapur. Ai vrapon pas Nadimit, duke thënë se do ta zerë dhe do ta çojë përpara vëllait, pra Xhanit. Betohet se nuk do t'i bëjë gjë, vetëm sa ta kap, por në zërin e tij ndihet vrulli dhe rreziku në çdo moment. Pas shumë vozisjes me makinë, Kaja arrin të kap Nadimin dhe akuzon hapur duke e quajtur vrasës. Ai është i vendosur ta çojë përpara vëllait të tij që të jap llogari. Nadim betohet se nuk ka lidhje me vrasjen, përpiqet të shfaqsohet dhe duket i friksuar, pothuajse në panik. Në ato moment Xhani e telefonon Kajën. Ai e kontrollon situatën me një ton të prerë, duke i kërkuar Kajës vazhdimisht të mos bëjë asnjë veprim të nxituar. E pyet menjëherë nëse e ka prekur apo e ka lënduar. Kaja e siguron se nuk e ka bërë. Xhani paralajmëron sërish të mos e prek dhe të mos u mbas kontrollin. Punëtorët e shtëpisë përpiqen që të mbledhin sendet që Sadakat ka bler për fëmijën e Mines. Ato përmendin këtë të fundit dhe se frika se ajo mund të bëjë ndonjë skandal. Por njëra nga to thot se Xhani tashmë ja ka vënë kufijt dhe nuk do të lejojë që gjërat të dalin jashtë kontrollit. Por për një moment, dhomën e fëmijës së Mines e sheh edhe Xhan Denizi i vogël. I zemëruar ai proteston se nuk dëshiron një vëlla në shtëpinë e tij dhe largohet. Gratë përpiqen ta ndalojnë, gjithashtu dhe Ajla, por
Aksidentalisht, djalit i shket këmba dhe bie nga shkallët. Ajla e tmerruar ju kërkon që të mos e prek askush, duke marrë djalin dhe duke e çuar me urgjencë në spital. Skena midis Nadimit dhe Kajës vazhdon. Nadimi thot nuk po më besoni, nuk jam unë. Ai mundohet të mbrohet i tronditur, i rrethuar nga akuza. Por Kaja është jashtë kontrollit, ai nuk pranon me asnjë shpjegim. I kërkon që të mos gënjej, e akuzon drejt për tradhën e tij, se është futur mes tyre si mik, si njeri i besuar, por në të vërtetë ka luajtur rol të dyfisht. Sipas tij, ai nuk e ka mbyllur gjakmarrjen siç pretendonte, por përkundrazi, ka shkuar dhe i ka vrarë vëllain. Duke u kundështuar me fjalë, për një moment, Kaja humbet kontrollin e mjetit dhe makina bie në humner. Të tmerruar dhe të shokuar, Xhani, Demiri dhe Zerrin bërtasin për njerëzit e tyre të dashur. Në atë moment vjen dhe Sadakat. Ajo pyet, Xhan, a është kjo makina e Kajës? Zëri i saj dridhet, panik, mosbesim, frikë që kthehet në tmerr. Ajo fillon të bërtas me dëshpërim. Xhan, shpëtoje djalin tim, nxirre djalin tim. Ajo vrapon drejt makinës së përmbysur, duke thirrur emrin e tij pa pushim, Kaja Bir. Por në një moment, dëgjohet zëri i Kajës, jam këtu dhe jam mirë, ai ndodhet jashtë makinës. Edhe pse i lënduar fizikisht, Kaja i drejtohet Xhanit. Vëlla, e nxora, të dash fjalën që do ta sillja gjallë, thash do ta sjell dhe e nxora gjallë. Ai e përsërit me ngulm sikur do të bindë veten. Por Sadakat e zemëruar i thot, ai është vras si Boranit, përse nuk e lë që të vdiste. Duke parë që babai i tij është gjallë, Demir shkon me njëherë pas tij. Por në një moment ai drejtohet Kajës, duke akuzuar se ai ishte fajtori i gjithë këtij aksidenti. Por Kaja i kthehet me fjalët, mos më bërtit, unë të nxora baban nga makina, që po digjej, po të mos e kisha nxjerr, tani do të ishte shkruar brenda. Në atë moment edhe Shahin përsërit fjalët e Kajës, po të mos e kishte nxjerr ky djalë, baba yt do të digjej brenda dhe ti do të mblidhje hirin e tij. E kupton? Bëu burr, bëu njeri. Momenti i fundit ishte i tensionuar deri në maksimum. Kaja shpëton Nadimin nga rreziku, duke e nxjerr nga makina që po digjej, ndërsa emocionet shpërthejnë mes atij dhe Demirit. Të gjithë janë të shokuar, zemrat dridhen dhe ndjenjat arrin kulmin, duke lënë spektatorët pa frymë. Një përfundim dramatik që e tregon kurajon, dashurinë dhe sakrificën në mes të këtij kaosi. Faleminderit që ishit me mua deri në fund. Mos harroni të na ndiqni për episodet e ardhshme.